thuhet shpesh që futbolli anglez është fizik, atletik, i shpejtë dhe gjitha këto. Barcelona bëri out Premier League-ën këtë rast, pse deri në minutat 80 sa që e pa shumë statistikën, kishte bërë disa kilometra më shumë si ekip, vrapime më shumë se Newcastle. Dhe kjo normalisht për një ekip që marr pjesën e topit, nuk parandodh kjo gjë, sepse është loja pa top që ty të detyron që të bësh shumë kilometra. Dhe Barcelona kishte më shumë kilometra të vrapuara, të paktën në minutat 80 sa ishte 3-4-5 kilometra më shumë, në mos më shumë, se Newcastle edhe bëri të lojë fizike, me përplasje me grind praktikisht. Në këtë aspekt Barcelona u përshtat dhe edhe një herë out Premier League-ën praktikisht. Bëri atë stil loje. Tash i krah kësaj Barcelona bëri të lojën e vet normalisht, që më ran sy, qoftë për mirë, qoftë për keq. Do veçoja Lewandowskin, i cili vërteton teorinë time që kam prit rriqet Denis. Që vërteton teorinë time që Lewandowski shënon gola kur Barcelona është 2 ose 3 përpara kundërshtarit. Kur të duhet goli që e barazim ose e duke luftuar ose mund të ishte duke humbur, sepse si ishte ky rasti sot, kur të duhet ky goli, Lewandowski është kail me port bosh, në distancë sa më të vogël, ta nxjerrë jashtë. Është kail, ti vi një cross, ta ketë gati Yamalin atje edhe të prishi topin të japi kundërshtarit. Është lojtar minus, nuk preson, nuk bën asgjë. Pastaj kur jemi mirë e bukur, edhe jemi rrushë kumbull, edhe jemi 2-3 gola para, ti bë edhe 2 ai që të shtoj diferencën.